29 nëntori, dita e çlirimit, u përkujtua edhe në Shkodër ditën e sotme tek varrezat e dëshmorëve. Autoritetet vendore, familjarë dhe veterantë e luftës nacional çlirimtare vendosen kurora me lule pranë memorialit, duke nderuar sakrificën në emër të lirisë dhe të ardhmës së vendit. Drejtuesit e pushtetit lokal u përullën me nderim, duke kujtuar sakrificën e atyre që dhanë jetën për liri. Lufta antifashiste nacional çlirimtare mbetet epopeja më e lavdishme e popullit ton, trim dhe liridash. Kjo luftë u shndrua në revolucion popullor përmes kryengritjes armatosur. Lufta për çlirimin e Shkodrës do të shënonte çlirimin e Shqipërisë. Në mëngjesin e 29 nëntorit të vitit 1944, forcat të shumta të brigadave partizane u futën me luftë në Shkodër, ku u pritën nga mira banor shkodran. Janë të shumta dëshmitë që vërtetojnë se nazistët e lanë qytetin ton pas mesnatës të 28 nëntorit në orët e para të 29 nëntorit të vitit 1944. Dëshmitarët e gjallë, partizanët e njësive që luftuan në Shkodër, tregojnë se 29 nëntori është dita e çlirimit të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Në 70.000 luftëtarë që u mobilizuan gjatë lançit, 6.000 ishin gra dhe vajza. Ndaj dhe ne, në çdo 29 nëntor, vim këtu pranë varrezave të dëshmorëve për të bërë homazhe dhe vendosur kurora pikërisht këtu ku prehen herojt e dëshmorë tanë pavdekshëm. 29 nëntori shënon ditën e çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit nazifashist gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa në këtë 81 vjetor të çlirimit të vendit nuk mungoi edhe ylli kuq dhe nderimi me grusht nga antarët Partisë Komuniste.